Por edhe për fëmijë së bashku me Adile Morina Krasniqi, psikologe. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes edhe juve, mirë se gjëja. Emri im është Adlije. Më falë, lutem? Emri im është Adlije. Adlije. Në fakt po, unë ashtu e gabova Adlije. Po ashtu kemi dhe gazesarin Lorek Kajtazi. Mirëmëngjes, Lorek. Por dhe në lidhje direkte pas pak do të kemi logopedën Iva Muskajsi dhe psikologon Selma Isufi. Mirëmëngjesi, Iva. Mirëmëngjesi, faleminderit. Faleminderit dhe juve që jeni bashkuar në këtë pjesë. Atëherë, nëse mund na bësh pak a shumë një përshkrim, Lorek, se çka është labubu, e kemi pa në varës, në çanta të varura, ndoshta të shumë yjeve mbotërore, sikurse Kim Kardashian, pastaj Dua Lipa e shumë të tjera. Edhe Rihanën, edhe Dua Lipa. Rihana në fakt po, edhe Rihana. Shumë interesant qysh gjithmonë këto sende negative marrin havë kështu të madh. Sidomos tek vendet ballkanike, do kuklla që veç i shohim kështu si kjo labubu në ep një farë energjie negative edhe ndikon. Ka pas shumë aludime që kanë cilësuar edhe me magji të zezë, kanë thonë kjo ka ndikim negativ tek fëmijët. Mirë po qa është diçka interesant, pavarësisht që po cilësohet që ka ndikim negativ të fëmijët, prind pja u plotësojnë që dëshirë dhe po ja u blejnë. Dhe kjo është ideja se pse prind po e bëjnë një gjë të tillë, pse po ja u blejnë lodrën duke e ditë se një gjë e tillë nuk është e preferuar për fëmijë, edhe ku ka 1 milion lojrave të tjera që mundin me sjell efekte pozitive. Kjo ka marrë havë shumë shpejt nëpër botë, lodra ka nisë për çmimeve $18-25 nëse s'gaboj, tash po shkon $300-400. Po, varësisht prej formave. Edhe ka marrë havë shumë të madhe, kem pa edhe në Kosovë, tash nuk po e përdorin vetëm si kukull, po e kam pas edhe nëpër case nëpër mbrojtësa të telefonave po e përdorin. Edhe nuk e di çka është logjika dhe ç'mund të më ndikojë në psikologjinë e fëmijëve, një kukull që sjell, që në pamje të parë po duket që sjell një farë lloj urrëtie. Zonja Adlije, si e shihni jo ndikimin që ka ky trend dhe kjo kukull jo vetëm tek fëmijët, po në përgjithësi tek gjitha moshat? Fillimisht pjesa shqetësuese për mua si profesionaliste s'ka të bëjë direkt me pamjen, me objektin si kukull, po realisht me atë që e përfaqëson atë, me përmbajtjen. Fatkeqësisht shoqëria jonë, pra po flas për shoqërinë kosovare, janë atë shumë me jetën, me pasu çka do që ju sillet pa pas asnjë reflektim, sa për me kot pranun, pra aja përkatësia sociale është gjithmonë ju të shkupi vlerat kush jam dhe çfarë vlera kam, po çfarë kam, çfarë posedoj. Po e dim që fëmijët ndoshta dhe shumë mosha nuk mund të jenë dhe aq të vetëdijshëm të qasën aq në mënyrë të tillë siç e thoni jo. Normalisht jemi të jetu në një epokë tillë kohore ku globalizimi e bën vetën dhe nuk mund të ikim trendeve, nuk mund të jetojmë të mbyllur, fatkeqësisht për disa raste. Se thash është shqetësimi im kryesisht për mbajtja kukullës, deshta të dalë tek ajo sepse fëmijët janë pa u plotësuar emocionalisht, për shkak mungesës të mjaftueshme të pozicionimit, kontaktit me familje, me prindër kryesisht, dhe derisa nuk ka përmbushje emocionale të tij, atëherë automatikisht duhet këto nevoja emocionale të përmbushen nëpërmjet famës, nëpërmjet kënaqësisë në trendet e rrjeteve sociale. Fatkeqësisht sot fëmijët janë të pakontrolluar dhe çësia e parë tyve është në teknologji, dhe në momentin kur e shohin që diçka është hyrë në tregun tonë, automatikisht e shohin sikur frikë, njëkohësisht autoritet në sonë e blej dhe posedoj. Pra ka koha ku shumica fëmijëve nuk e kanë gjallësinë emocionale nëpërmjet vlerave veta, për shkak që se kanë arrijnë familje, po shkojnë nëpërmjet pasimit, pra me lehtë me hyn grupin e përcaktimit që pranohet më kollaj. Ka fëmijë që vjen klinik në praktikën time, që është ndoshta moshës 7 vjet ose 8 vjet, edhe thotë unë s'jam kërkueshi sepse s'kam labubu. Do më thotë deri këtu se nuk është të tilla, keni pas unë vetë kam përvoja të tilla që fëmijët ndihen të tillë se kanë labubu? Po, sepse gjysma e shoqërisë se kanë vlerë dhe këthi nuk ja blejnë prindi për arsye të veta, ndoshta që e din kuptimin e saj, ndoshta se ka mundësinë, fëmia në jetë ju i privilegjuar dhe i refuzon pe grupit sepse nuk e dojnë shoqënia, se nuk e ka një lodër të tillë. Prapë tham, nuk është esenca, është lodra, unë nuk kam asgjë kundër lodrës, po autoriteti që jep çdo fëmijë nuk lidhet me lodrën sikur lodrat e zakonshme, po me famën që i përkasin atina. Pra jo emocionalisht për gjendin që kënaqet me tha dhe lunëve tonë si çdo fëmijë që duhet të ketë, po për autoritetin sa vlej unë. Pra pjesa e famës tim. Po, sepse pikrisht mirë e thatë unë, ajo nuk është që ka ndonjë efekt, ndonjë
që e përdorë si lodër, që është topi ose ndonjë lodër tjetër, po thjesht është veç një figurë që varet në qantë ose në telefon. Ka reaguar kundër kësaj lodre, pra Labubus, edhe logopedia Iva Muskaj. Muskaj, si e shihni ju këtë trend të fundit? Unë kam reaguar për shkak të historisë time me djalin tim. Unë kam një djalë 5 vjeç, edhe me thënë të drejtën, edhe kur u hasa vetë me këto videot se jam aktive në rrjetet sociale për shkak të punës time. Okej, tash është një trend i radhës në TikTok, por më pas e pash shqetësuese kur po ja shikoja çdo fëmijë të mundshme në rrugë, çdo fëmijë të mundshme në kopës, çdo fëmijë të mundshme tek parku i lojrave, edhe fëmijët kur vinin në terapi këtu në klinik, e merrnin me vete ose flisnin për të. Shqetësuese për mua në fakt nuk është vetë lodra apo pamja që ai ka, është fakti që nëse e pyet një fëmijë se çfarë është Labubuja, ata nuk të japin dot një përgjigje çfarë është. Nëse e pyet që çfarë kuptimi ka, fakt që ata kanë një lodër që nuk e dinë se çfarë lodër e kanë, apo jo? Pikërisht. Ata nuk i japin dot një kuptim, pra ata nuk e kanë parë në asnjë film vizatimor. Ata nuk e japin dot kuptim se çfarë bën kjo lodër. Që është dhe Hello Kitty, një prej ndoshta figurave, lodrave më trendi, kukullave më trendi që nuk është as film vizatimor as asgjë, po është e shpërndar dhe dashur për ndoshta edhe për gjitha moshat. Po nuk ka marrë këto përmasa që brenda disa ditësh fëmijët e kanë kërkuar te prindrit dhe prindrit e shfaqin këtë lloj shqetësimi dhe e kanë kërkuar dhe kërkojnë me shumë ngulm. Pra nuk është se vetëm e shikojnë në vitrinat e dyqaneve, supermarketeve së fundmi, por ata e kërkojnë me insistim dhe fjalë për fjalë fëmijëve është unë e dua sepse ka shoku dhe shoqja. Pra ata nuk është se e pëlqejnë, pra ka fëmijë që edhe nuk e pëlqejnë si kukull, si lodër, por thjesht e kërkojnë vetëm sepse ka shoku dhe shoqja. Mirë po, apo veprojnë dhe fëmija si kurse ne, sepse edhe ne shpesh e dojmë pas një gjë, e dojmë pas sambat Adidas, sepse i ka krejt bota, jo pse ndoshta neve na duhen, apo veprojnë edhe fëmija duke i ndjekur veprimet e të rriturve? Po pikërisht ky është shqetësimi, sepse fëmijët janë duke ndjekur diçka që për ata nuk është e nevojshme ajo gjë. Pra ata ajo që unë vura re konkretisht e djalim është që ai i jep rëndësi Labubus vetëm kur del jashtë për të luajtur me shokët dhe shoqet, sepse atje jashtë shikojnë që ato i varin te çantat dhe te pantallonat, po ndërkohë kur ai futet në shtëpi nuk i kushton fare rëndësi Labubus. Pra, ati nuk i nevojitet si lodër, por thjesht ai e do sepse dikush tjetër e ka. Dhe kur unë i them çfarë bën kjo, çfarë kënaqësi e krijet, ai nuk më jep dot një përgjigje. Është bashkuar, po, të lutem, Muskaj do të kthehemi pas pak, sepse është bashkuar me ne dhe psikologja Selma Isufi, cila ndoshta ka mendim më ndryshe se sa ju, madje ajo posedon dhe një kukull Labubu. Selma, mirëmëngjese. Përshëndetje, si jeni? Atëherë tregona pak se ngjyrë ke kukullas. Momentalisht, se unë kam disa ngjyra. Momentalisht jam me këtë. Me Coca-Cola. Me Coca-Cola, po. Mirë, tregona pse, çka të ka shty me blen, Selma? Atëherë, unë kam edhe biznesin tim edhe një nga arsyet pse kam sjell se produkt është kërkesa e lartë që ka, por që pse kam mbajtur vetë, ka shumë arsye tjera. Është sepse tani kam filluar të vëre që ka vajzat vogla, edhe sidomos fëmijët, që edhe kanë guximin të vinë të më flasë në rrugë, më tregojnë gjëra për Labubut, tregojnë fakte, më tregojnë, jo unë kam këtë model, më pëlqen ky modeli tjetër, edhe më pëlqen afrimiteti që krijon me njerëzit, momentin që e thyen atë seriozitetin tënd dhe ke një kukull me vete. Pra, për ty nuk është problem kjo kukull. E kemi pa reagime, kemi edhe këtë në studio, kemi pa reagime të shumta, jo vetëm në Kosovë, për gjithandej, rreth kukullës Labubu. Pse sipas jush kjo kukull është e dur qoftë për fëmijët, apo edhe për adoleshentët, apo edhe për të rriturit? Pse nuk paraqet problem? Për mua, para se të jetë një kukull, mund të jetë një simbol uniteti, për arsye se kur shumë njerëz bashkohen me një ide që kjo gjë është e bukur, atëherë bën bashkë shumë njerëz, ne ndihemi më shumë
sikur përshtatemi me njëri tjetrin, edhe për mua është e duhura për të vetmen arsye sepse bën shumë njerëz me të njëjtin mendim, nesër mund të jetë një kukull tjetër apo diçka tjetër. Mua thjesht më pëlqen bashkësia që na ofron. Do thotë, sipas jush pëlqen që ky trend po i afron pak a shumë njerëzit. Po i afron jo vetëm njerëzit, po arrin që të afron edhe të fëmijët apo fëmijët, adoleshentët me një moshë pak më të madhe, se ne shikojmë fëmijë që realisht as nuk marrin tendencën që të flasin të rriturve apo qoftë edhe bashkëfushatarëve të vet, kurse nëse kjo bëhet një arsye që ne të komunikojmë më shumë me njëri tjetrin, për mua është diçka e bukur, se edhe fëmijët duhet ta dinë që të mëdhejt nuk janë as sa armiq, as sa njerëz që nuk i kuptojnë, po që në fund ditës edhe ne kemi qenë një fëmijë, edhe ne kemi atë fëmijë brenda vetes, edhe nëse kjo kukulla ja u bën pak më të dukshme atyre, atëherë për mua është diçka shumë e bukur. Sot thash mund të jetë kjo, nesër mund të jetë një tjetër. Ka qenë dhe më para Hello Kitty dhe shumë kukulla tjera që nuk kanë pas një kuptim, por thjesht për afërsinë që i krijon njerëzve, besoj që ja vlen. Problemi është, nuk është problemi të kukulla fix. Për shembull, e përmendë shumë mirë Hello Kitty, përpara kemi pa shumë kanë luajtur me Barbie ose me Superman ose me Spider-Man. Problemi është ata kanë përfaqësuar diçka të bukur. Problemi i kësaj kukulle është që po duket shumë e vogël, diçka me sy të mëdha, dhëm të mërat, a krijon kjo diçka të frikë ose ankth të fëmijët. A mund të falen? Ato kanë qenë edhe këto kukullat Huggy Wuggy edhe lodra tjera që realisht kanë pas pamje të frikshme, po për sa kohë se fëmia e percepton gjën ashtu siç e di ai, siç e shikojmë ne. Mia shpesh i percepton gjërat se i ka dikush tjetër, nuk e mendon as më tutje. Në fakt se është dhe Anabel kukulla e famshme që ndoshta është e frikshme dhe i frigon edhe triturit, po të paktën ajo që po thotë Loriku është që ato janë personazhe të ndonjë filmi, kurse këto Labubut vetëm janë krijuar një trend pse e ka Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa e të tjerat, dhe pastaj po emitohet nga të tjerët, e ka trendi edhe deri tek ne që shumë kush po quajnë frikshme të inspiruar nga pamja e djallit. Unë mendoj që më mirë që janë influencuar kur vjen puna ke kukullat, se Rihanna dhe shumë artistë tjerë po influencojnë më shumë të përkeq. Kështu që nëse tani po influencojnë ke kukullat, duhet të themi shqyr për këtë pjesë. Por që gjithsesi unë me sa kam vënë re, më shumë vin nga kjo kultura koreane, dhe janë këto artistat e K-pop, që janë Blackpink, artistat atillë, edhe ato gjithmonë i kanë influencuar fëmijët, madje tani kanë edhe lodra me imazhet e atyre. Kështu që besoj në fundit ato që e duan si lodër mund ta kenë një arsye mbrapa asaj, apo një origjinë nga vjen. Patë diçka të shtonit, Adlie? Doja të bëja diferencimin mes imazheve të lodrave të kaluara, që fëmijët i kanë pranuar dhe kanë luajtur dhe janë kënaqur me to, kanë krijuar emocione me to lidhje nëpërmjet vlerave, pikpamjes të imagjinatës që kanë krijuar për ndërtimin e tyre. Ndërsa kjo lojra e pazakont, me një fytyrë të trishtuar, me disa dhëmbë të cilet fatkeqësisht të fëmijët, të cilet janë në zhvillim me sipër, domethënë një ndjeshmërinë gjatë kohës zhvillimit emocional, mund të ndikojë jashtëzakonisht edhe nga pamja frikë. Dhe pastaj edhe nëse informatën e merr sikur sot që kanë kyçet e teknologjisë gjithë llojet e fazave të fëmijëve, atër edhe rrëfimi negativ nëse marrin edhe më shumë mund të çojë të drejtoj fëmijën drejt një rregullimi i ankthi. Ajo që du me cek që shumë e rëndësishme për me kuptu që fëmijët sot këto lojra ose këtë figurë nuk të pranoj për me lutë që shkan lu me Spider-Man ose me Hello Kitty, po për mu të regu i famë shumë prani, nuk është esenca e njëjtë. Vetëm ta nuk me intereson nëse marrin të rriturit. Edhe Hello Kitty është baraz dhe njëjtë sikur se me Labubu, nuk është karakter, nuk është personazh, e kanë pranuar me to. Qysh po e pranojnë Labubu? Jo është e njëjta. Vetëm Hello Kitty duket më e ëmbël, më e bukur, Labubu duket më e frikshme. Të njëjta janë, sa i përket trendit unë po flas, janë të njëjta. Mirë, rrëfimet edhe përcaktimet e këtij imazhi të Hello Kittyt nuk e di që ka pas ndonjëherë ndonjë rrëfim shumë negativ. Që ka qenë ambël edhe e pranueshme pozitive. Ajo që kolegi janë në fjalë që përkundrazi si pasoj mendimi i saj që respektoj, por nuk asesi nuk pajtohem, sepse un kam frikë që imazhi i fëmijëve nëse e normalizojmë, e sensibilizojmë emocionin e fëmijët, më do krejt normal një diçka që është e shëmtuar, e frikshme, atëherë ne drejt për drejt e kemi dëmtuar funksionin e gjykimit e mira dhe keqja. Kjo gjë shkakton më vonë një rrezik shumë të lartë të fëmijët, të cilët kanë rreziqe nëpërmjet kur e perceptojnë një shikim të shtrembëruar, një dhëmb të friksuar, që nuk do ta ketë mundësinë të mbrohet për njerëzve real të cilët qesin mundësi të kenë rreziqe. Pra, një
lidhje shumë e qartë, nëse nëse ka akuzuar në njëri, automatikisht s'ka me ditë mu vetë mbrojtë se e normalizon, e sensibilizon këtë ndjenje. Shumë e qartë. Patëm reagim? Thjesht do të thoja që po, edhe keni drejtë, se absolutisht, sidomos kur vjen puna ke psikologjia, çdo këndvështrim është shumë i rëndësishëm, sepse fëmijët sidomos janë shumë komplekse dhe nuk mund të kemi një definicion fikse pse kështu apo pse ashtu. Por unë mendoj që ndoshta fëmijët duhet mësohen dhe me imazhe pak më ndryshe, se në fund ditës këto ide çfarë është e mirë, çfarë është e keqe janë ato që na kanë sjell bullizmin edhe shumë gjëra tjera. Dhe unë mendoj që fëmijët duhet mësohen jo vetëm të duan atë që është më e bukur, po edhe duan diçka tjetër. Pastaj ne kemi tani sot që kanë dalë edhe lodra që janë me ngjyrë tjetër lëkure, apo që janë me flokë tjera, kemi lodra që vinë me karrocë, kemi lodra që vinë ndoshta pa një krah, pa një këmbë, që të bëjmë fëmijët që të jenë pak edhe më pranues kundrejt të gjithëve, jo vetëm kundrejt asaj që ne kemi cilësuar si e bukur apo si e mirë. Edhe për më tepër mendoj që sidomos kur vjen puna tek lodrat, nuk duhet jemi ne që mundohemi t'ia ndrojmë atë idenë atyre dhe t'i bëjmë që të pranojnë diçka fikse. Mendoj që duhet jemi dhe ne pak më mirë kuptues edhe pak më të hapur kundrejt çfarë i pëlqen fëmijëve. Ne duhet mundohemi që t'i kuptojmë edhe nëse është realisht nevoja për të ndruar diçka, ta ndrojmë mënyrën e atyre. Në fakt 100% kundër. Në fakt nuk ka diçka definitive si çka është e mirë apo e keqe apo e bukur apo e shëmtuar. Mirë, po çka ka është ka logjik. Edhe prindit nuk duhet me kuptu, me provu të nkohën me kuptu fëmin, po prindit duhet me mundu me ja shpjegu fëmis edhe me orientu. Realisht në momente caktume, jo për momente caktume, po jeta është që fëmija duhet me kuptu prindin. Për shkak se prindi e ka një përvojë një jetë edhe den me ja shpjegu fëmis. Nëse jesim na të mundu të nkohën me kuptu fëmin edhe dëshirat e fëmive, atër ku jetë përvoja e prindit dhe kultura që duhet me ja transmetu. Ndryshimi bëhet me mirëkuptime dhe duke i thënë fëmis që shiko se unë e kuptoj këtë që po thua ti. Por ndoshta duhet konsiderohet dhe kjo dhe në fund të ditës duhet jetë një vendim që e merr fëmia për ndryshim mbas gjithë bisedës që keni bërë. Jo një imponim nga ana e prindrit që un kam parë në internet që kjo lodra mund të jetë demonike dhe ne nuk do e marrim më, sepse ashtu sipas fëmis, sipas logjikës fëmis, merret si formë dënimi, merret sikur prindi po më bën diçka të keqe. Jo prindi po më kupton dhe me të mirën time kemi vendosur që ta heqim këtë si lodër. Po normal. Unë e thash dhe njerë që ne kemi prindër që tani po mirë kuptojnë make-upin, bluzat me barkjash, veshjet që mund të jenë pak më të ekspozuar tek mosha 14-15 dhe ne po shqetësohemi për një lodër. Qartë. Dali pak tek Iva. Mund të tek diçka se u përmend, domethënë është duke u përmendur labubuja si lodër. Unë nuk e di nëse ju, kolegët e mi që jemi duke folur këtu, keni parë ndonjë fëmijë të luajë me labubun? Sepse realisht fëmijët nuk luajnë me të. Fëmijët thjesht e mbajnë të ekspozuar për t'i thënë shokut dhe shoqës që shikoj se edhe unë e kam një të tillë. Pra ajo për mua edhe për shumë prindër të tjerë nuk konsiderohet lodër. Pra, prindrit e shohin njëri tjetrin në sy dhe thonë na çmendën me labubun, po ja kemi blerë sepse na kanë kërkuar, por realisht ata nuk luajnë. Pra, ajo nuk është në vetvete një lodër, është thjesht diçka që i bën fëmijët të ndihen mirë sepse e kanë atë. Trendi i labubus do iki shumë shpejt, kjo është pak po e sigurt. Do dali një trend tjetër, por kjo nuk do të thotë që fëmijët, aq më tepër fëmijët, sepse ne jemi të rritur dhe jemi të përgjegjshëm për video që shikojmë, për trendet që ndjekim, pavarësisht nëse na bëjnë të ndihemi mirë apo keq, kjo është përgjegjësia jonë se jemi të rritur. Por fëmijët absolutisht nuk duhet të jenë pjesë e ndjekjes së trendeve. Tani është labubuja, më pas do dalë një lodër, një gjë tjetër, kjo do të thonë që fëmijët të vazhdojnë dhe të ndjekin të tilla trende pa tim për ta. Po sa mund të që nuk e unë personalisht nuk e konsideroj. Sa mund të kufizojnë fëmijët nga këto trende, sepse ne dim që njëri prej trendeve mund të jetë një aksesor në formë lodre. Po, edhe për sa kohë që i bën fëmijët ndjen si fëmijë, atë për mua është okay. Po flas nuk është se lozën vetëm në mënyrë aktive, fëmijët kanë edhe imagjinatën, kanë edhe mendimet e veta. Selma, lutem sepse jemi drejt fundit dhe dua një lodër për ato. Dua të flas pak dhe me Ivën, sepse Iva ju thatë që duhet një farë mënyrë të mbajmë larg këtyre trende fëmijët. Po a duhet të mbajmë larg këtij trendi specifikisht labubus apo të gjitha trendeve, sepse edhe Hello Kitty vazhdon të jetë shumë i shtrenjtë, çmimet janë shumë të larta, është tash sa vite trend, po dhe nuk kemi pa reagime ndoshta deri në këtë mas për Hello Kitty. Por unë nuk kam parë asnjëherë radhë në supermarketin e lagjes të mbahet radha për të blerë Hello Kitty.
Dhe për mua kjo është shqetësues, sepse unë e kam parë është i shpërndarë gjitha ndej ndoshta për këtë arsye. Do të thënë fëmijët ditën që panë që u ekspozua në supermarketin e lagjes, në supermarket, jo në një dyqan lodrash, u ekspozua labubuja, ata mbajtën në radhë për minuta të tëra për të blerë labubun. Unë nuk e kam parë këtë gjë me Hello Kitty. Prandaj për mua kjo gjë është shqetësuese dhe sa i përket pyetjes tuaj, fëmijët duhet, për mendimin tim, duhet të qëndrojnë absolutisht larg çdo trendi, për mirë apo për keq, nuk, domethënë, diçka që fëmia nuk i jep dot kuptim dhe ne si prindër që përpiqemi t'ia shpjegojmë dhe përsëri ata tundin kokën sikur e kuptojnë, por ne e dimë shumë mirë që zhvillimi i fëmijës 5 vjeç, 6 apo 7 nuk e kupton që ne ja shpjegojmë që te labubuja ka një përshtjellim emocionesh, nuk ka një pamje normale të nga TikTok-u. I bie që nëse dalë me mbajt larg trendeve, mos ja lë telefonin, mos ja lë TikTok-un, mos ja lë YouTube-in, sepse e merr telefonin pse po lun telefon, e merr labubun pse me labubu. Për shkak se marketingu që i bëhet labubu është shumë interesant. Unë jam shumë kategorike te përdorimi i telefonit të fëmijët edhe fëmijët nëse duan të shikojnë YouTube apo video apo kukulla duhet i shohin në televizor dhe nuk duhet deri në moshën 10 vjeç nuk duhet të kenë absolutisht një tablet, një telefon, një pajisje që e kontrollojnë vetë, sepse ju e dini që kontenti që del në për TikTok, në për YouTube apo kudo, është një kontent i gabuar për moshën e fëmijës dhe një gjë që fëmija e ka në kontrollin e vetë, normalisht është shumë e dëmshme për të, kështu që jo vetëm larg TikTokut, po edhe larg çdo pajisje që fëmia e përdor vetë. E kemi pa disa teori konspirative që thuhet se është një demon i kamufluar labubu dhe po e sjell edhe një energji edhe qysh tha dhe Loriku, goxha interesant mënyra se si është bërë marketing për këtë lodër. Po, fillimisht ka nis është si blind box, llogaritë si kuti, ç'është më thon kuti e veje, por ose nuk sekret, ose nuk vlen çako. Kjo e nxit hala më shumë fëmin për me ble. Por ata është rradha e got për këtë jo si për Hello Kitty. Mirë, po çfarë është hala më interesante është mënyra që sheqes në për TikTok dhe në për video në YouTube qesin gjithmonë si të keqe, edhe videot janë si lloj që ka një lloj magjie të zezë më i thon. Sa mund me pas diçka të tillë këtu? Këtë pjesën e energjisë negative nuk po hin në detaje sepse nuk ja vlen me fol me diçka që është abstrakte pa kon konkrete. Aja që po du me thonë për te i kësaj është që automatikisht nikon psikologjinë e fëmijët sepse nëse këshyrum çka është lodër për fëmijë dhe çka është për të rritur, nuk janë lodra të njëjta, janë të përcaktuara. Fëmia duhet të rrit me imazhin unë jam i vogël edhe me pas mundësi me pas kreativitet imagjinor vetveten për me shpik lodra. Na pe bllokojnë fëmijën drejt për drejt në kreativitetin e tina. Nëse automatikisht i dhojnë edhe mesazhe të tilla që ka energji të keqe, na çrregullojmë ankth sepse fëmia i ngrohtë beson gjithçka që e thot i madhi, edhe gjitha këto teori, qofshin ato të vërteta ose thjesht shpikura, kanë me efekt jashtëzakonshëm negativ në pikpamjen e shëndetit mendor të fëmijëve. Pra gjithçka na jena këtu për fëmijët. Të rriturit është drejt atyve. Kush dëshiron me bëj çfarë do shpikje, bën zgjedhjen e vet. Mirë, po jo me pas shkatrim të fëmijët. Andaj kjo pjesa unë s'peshoj shumë të rëndësishëm sa është realiteti shumë i hidhur. Adlie, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Faleminderit.